harresa ndodh dhe nuk e di sa njohuri ke ti për teorinë speciale të relativitetit. E vërteta është kjo, aktori që ka harruar tekstin i duket sikur koha që po kalon është shumë e madhe. Ndërkohë publiku që e shef dhe nuk e di fare që ti ka harruar tekstin faktikisht, percepton 2-3 sekondë. Po puna është ke paniku që e zë aktorin, po sigurisht kur mësohesh me skenën, edhe ke prodhimtari, po them, edhe kur e harron e mbledh veten shpejt, qetësohesh, e di që ato janë thjesht 1-2 sekonda dhe probleme teknike ka pafund, pastaj që të futet një muzikë, një soundtrack gabimisht, të bën një ndriçim gabim dhe të ngatërron gjithë mizansenën, nga këto ka pafund. Kjo është faqe, kur ka qenë për festival, më falë, Marmella, do ishte tjetra Emigrantët, Marceli pati një problem, do hapte një nga këto konservat dhe aty ndriçimi ka qenë vetëm me qirinj, se këto janë ato problemet cilat po thoja, ishte skenë tjetër, vajtëm në një skenë tjetër, montimit cilës u bë brenda ditës dhe ne nuk patëm kohë fare për provë, sepse në orën 5 mbaroi montimi i skenës dhe ne në 6 jemi futur për të interpretuar. Imagjino terrorin, po as fast food nuk ishte dhe Marceli në tentativë për të hapur këtë konservën u qa keq, se u qa midis gishtave. Dhe gjithë pjesën tjetër të interpretimit përpiqej ta bënte kështu se i filloi gjaku surrel. Në fund të shfaqjes jam fiks ke ky pozicion. Nuk e di ku dreqin mund dhe stilolapsi. Dhe unë duhet mbaja shënim amanetet e personazhit tjetër dhe vija vërdall dhe kërkoja dhe nuk e dija ku e kisha dhe Marceli me nuhatis edhe ai aktor. E kuptoj. E kuptoj se po vija vërdall, kisha një orë dhe nuk e dija ku e kisha, ishim sallë komplet tjetër dhe tha s'ka gjë, tha mbaj mend dhe ja thua si me shoqe kur ta takosh. Të shpëtoj. Më shpëtoj po dhe gena, po rria, po e prisja, çdo thoshte. Kur mbaron gjithë shfaqja që ndizën dritat e fillojmë të mbledhim gjërat. Ku ishte futes të Pas divanit, nuk e gjeja dot në botë me atë errësirë, nuk isha shah. Mbaj mend tha se ja thua ti me shoqe kur ta takosh amanetin. Ishte i momenti, po edhe të shpëtoj tamam. Po patjetër, kështu ka pafund. Do të them një sekret mbase bëj gabim që e them. Është një sekret i madh. Aktorët flasin shumë në skenë me njëri tjetrin, jashtë tekstit. Nuk po them që bëjnë muhabet dhe bëjnë karagjollë që edhe ngatrojnë njëri tjetrin edhe jo, absolutisht. Po kur them bëjnë shumë muhabet, them që flasin shumë pa e kuptuar publiku fare dhe s'ka për ta kuptuar kur. Dhe nuk është një gjë që mësohet për të bërë me hile. Jo, në fakt të bën nevoja. Aktorët, kur janë dhe dashamirës, kolegët me njëri tjetrin, e korrigjojnë njëri tjetrin, dil pak më këtej, jepi pak më ritëm, gjëra të këtij lloji. Është një kuptim, siç edhe komunikimi me syre. Jo, flasin normalisht. Puna është që stërvitesh aq shumë sa që e bën dhe e di që ata nuk e shohin. Janë dhe këto truket që publiku është i përqendruar zakonisht ka ai që ka hallën më të madh nga personazhet në skenë, kështu që tjerët edhe mund të përfitojnë të vetë korrigjohen apo të korrigjojnë kolegun apo ka ca huqe si çdo zarat, Këto vjen në atë që them që publiku beson gjithçka. Patjetër, për atë punë jemi aty që ta besoj gjithçka. Pastaj është zotësia juaj që e bën të besuesh më sa. Patjetër, që për atë punë stërvitem.